Detaje të reja janë zbardhur nga vrasja në Mirdit, ku Valter Leshi u ekzekutua me armë zjarri brenda automjetit të tij, tip Toyota, në fshatin Shkoret, mëngjesin e 15 qershorit. Hetuesit dyshojnë se lëvizjet e viktimës janë ndjekur që nga momenti kur ai ka dalë nga banesa dhe autorët janë sinjalizuar për itinerarin e tij dhe i kanë zënë prit në një kthes. Leshi është qelluar nga një distancë afërt, duke marrë plagë të shumta në kokë dhe fytyrë. 45 vjeçari kishte dalë nga banesa e tij në Rëshen rreth orës 6 dhe së bashku me një koleg pune ishte nisur drejt kompanisë së Bazalit në Reps. Rreth 2 kilometra para vendit ku ndodhi krimi, pasagjeri ka zbritur në një lokal, ndërsa 45 vjeçari ka vijuar rrugën i vetëm. Ky ka qenë edhe momenti ku Leshi është ekzekutuar. Leshi dyshohet se ka qenë implikuar në vrasjen e Anton Kelit në Rëshen në vitin 2020, ngjarje që asa kohe u lidh me hakmarrje për prishje të pazareve të drogës.